Përshëndetje për të gjithë shikues të dashur të televizionit të shtatë. Kom ardhur sot me kalu ditën te klubi Dëshira këto në Pejton, ku këtu pas ka antar me aftësi të kufizuara. Tashme e dim që fejzat të fund vitit vetë se janë afer, e këta pas kam fillu me bo kartolina për fund vit, sa bukur i kam bo. Një dashni e pastër nga ata për të gjithë neve. Ndësimi material në vazhdim për me pastonja. Në momentin kur hy në hapësirën organizatës Dëshira, më ka plan një ndjenjë që nuk përshkruhet lehtë. Në për tavolina ka letra, ngjyra, shkëlqen festiv dhe mbi të gjitha duar që punojnë me zemër. Antarët janë të përqendruar të krijojnë kartolina. Nuk është vetëm aktivitet, është terapi e komunikim. Është mënyra e tyre për të treguar se edhe ata kanë ëndra, dëshira e talent. Koordinatorja e organizatës na tregoi se sa sfiduese dhe sa prekse është puna me ta. Nuk është e lehtë me tregu drejtën, po adaptimi jam, do me thonë puna jam e me për dhe knatësi me punu me ta, se janë shumë çështnushëm, janë shumë të mirë, edhe kanë dëshirë, do me thonë, me mësu, edhe kjo na ndihmon që na me qenë sa ma afër tyne, edhe mu mundu në mënyrë më të mirë të mundshme që me ju ndihmu edhe me qenë afër tyre çdo herë. Dhe në momentin që ju rritin vetë besimin, atëherë këta ndihen më krenar me veten, edhe janë më të dashur dhe më afër njerëzve tjerë. Edhe janë shumë dashur kur vjen dikush, më thonë e mirëpresin shumë mirë ardhjen e çdo personi të ri që vjen në organizatën tonë. Sfidë me punu, unë e them që gjithkush s'mundet me kry këtë punë. Sado që me kohën nuk mundet gjithkush, do të thonë është pjesë humane. Përposa asaj që ti e kryen me një pagë, është edhe pjesë që i takon humanizmit. Nuk mund çdo person me kry këtë punë. Për mua është kënaqësi, unë jam që 25 vjet në këtë organizat, kom pas shkputje në punë tjera, mirë po prapë që më kthy këto, më thonë ta japin një farë kënaqësie, se është karakteristikë të këta të dojnë, janë shumë besnik, edhe nuk din intriga, nuk din dallavere, edhe që ajo tap një kënaqësi me punu me ta. Ne mundohemi t'i mbështesim, për shpesh janë ata që na mbështesin neve. U shpreh edhe zyrtarja për komunikim dhe promovim Albulena Avdio. S'ka dashni ma të sinqert, ma qeltër që e merr prej dikuj qysh e merr prej antarëve tonë, për këtë antarët e aftësisë kufizuar është fjala. Do me thonë na Blert, punën tonë që më pyete më herët, punën tonë e mbështesin shumë institucione. Pra keni mbështetje të madhe, që pandej? Po, kemi edhe prej personave fizikë, edhe njerëz të vullnetit mirë që na sa mirë. Po aktualisht, këtë vit jemi tu i realizu 2 projekte. Njëri është projekti Kordial, që e mbështet, do të thonë e financon Bashkimi Evropian, por e mbështet Caritas Kosova, dhe tjetrin projekt e kemi nga Ministria e Drejtësisë. Po. Do me thonë që këto 2 projekte aktualisht jemi të realizu për këtë vit, edhe siç po isha antarët tonë janë shumë të friendly. Antarë na treguan me buzëqeshje edhe pak emocione se si e kalojnë ditën organizat, duke punuar, duke mësuar aktivitete të reja, duke bërë ushtrime, duke u socializuar dhe më e rëndësishmja, duke u ndjerë të pranuar. Tash është edhe dhoma tjetër ku janë edhe disa antarë, okej, po i shohim bashkë. Që shpregova dhe më herët, ne i ndojmë në grupe, tash si pas dëshirës ty në vullnetit ty në qatë vëllë. Qësh je? Po folja edhe një herë, edhe pse u takumna. Si që po e shë Blerto, e nga të realizu tash një aktivitet, është mësim bazik. Ne ju ndihmojmë edhe antarë. Qësh je, ne ajni mirë? Joni është antari i ri. Qësh je? Mirë. A je mirë? Berta. Po? Ne i bojmë edhe aktivitete mësimin bazik. Do më tonë, i ushtrojmë edhe i mësojmë antarët e tonë qysh me shkru, do më tonë, bazikën. Okej. Shkrimin edhe leximin i ndihmojmë. O sa bukur e pas ke bo? Ta prezenton punën e vetë. Sa bukur e pas ke bo? Kur e ke bo këto? Tajtën e knapë. Tajtën për Për fejtë. një të kësho këtu. Për 2-3 sekunda. Blerta, O sa bukur, unë kam fituar lirin time. Qëndrim qysh je? Mirë jam. Apo lodhësh? Ja. Tregëm si e kalon ditën qëndrimi këto. Qone e mboj, s'ka problem. Ja. Jam për viti i kaloj shumë mirë kaloj këtu. A kënohet që shkurt vjen këto? Po, një ditë ku nuk jena, nuk maj atë mrana me në të në shpi, dhe le dhe eci.
Dhe dhe ecë, pra nuk mund është me nejtë tërë ditën në shpe parë këto? Ja, po këtë nuk moj. Qysh kalon? Mirë kaloj me Katolina, me krejt, me këtu, me të emnat i kina. O sa bukur? Bajrami. Ndrime. Klubi dëshira edhe qëndresa. Qëndresa, ty të jetë atje drejt. Me atë... Po pedi. Unë për jetin shumë jam knaqë. Edhe për stopë jam knaqën. E falenderoj një shtretin, që na kupton neve krejtë. Një shtretin e Shqipën, na kuptojnë, edhe i kuptojnë mirë. Një ditë nuk ka. Qëndrim po me shokët këto që shkallon? A knaqëni së bashko? Po, knaqëm. A i të regam që ka ki shkrujt? Shqipëria? Kem një gjak, oj Kosova ime. Edhe Kosova Shqipëri moj, nëna ime, unë fitua lirin time. Wow, sa bukur. Te, a ki shkruj njëjt edhe te? O Shqipëria e kemi një gjak, jo Kosova ime. Jemi Shqipëri time. Shqipëria jemi shqiptar. Moje bukura trime. Të na Kosova shqiptare moj nën. Unë kam fituar liri time. Njerëzit që duan, që punojnë, që qeshin, që përpiqen çdo ditë dhe pikërisht aty mes tyre kupton se dashuria është aftësia më e fortë që ekziston.